Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot unë kam shumë kënaqësi që në studio jam së bashku me gjeniun e vogël Mariana Begu. Është një këngëtare që na ka ngrohur gjithmonë me zërin e saj, që me bukurinë e realizimit të mjaft këngëve, të natyrave të ndryshme, ajo ka shënuar një standard shumë të lartë artistik. Ndaj është vlerësuar. Por nuk ka kaluar shumë kohë kur gjeniu i vogël e rrëmbeu këtë trofe. Por ecuria rrugës së saj artistike vazhdon me po të njëjtat parametra. Vetëm pak kohë më parë, ajo ishte pjesëmarrëse e ahengut Shkodran si soliste, por edhe në formacionin vokal të vajzave. Marian, mirë se erdhe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kam shumë pranë këtu në studion e radios. Jemi mësuar të shohim në skenë, në ekran, bile para se të hynim në këtë bisedë, ndoqëm një nga këngët e realizuara prej teje, Kthjellësi lumturi. Jashtëzakonisht bukur. Dhe ti vetëm një herë ke kënduar këtë? Veç një herë kam këndu në teatr, ka kenë me orkestër live, edhe ishte një kështu befasi kur e qitë ty këtu që një gjovallon për herë të parë. Si janë këto realizimet tuaja? Ti e ke realizuar dhe e ke kaluar për të vazhduar një këngë tjetër. Është mirë tashmë të mbledhësh një blog të ëndin ose një album të ëndin për realizime. Është e mirë me pas një repertor sa më gjatë, që edhe për mua është më mirë dhe më e vlefshme për koncerte e evenimente tjera. Në fakt ke realizuar mjaft këngë, por që rruga jote më pastaj do të plotësohet me të tjera realizime, apo jo? Rrugës edhe repertorit apo zjatet apo kem plot këngë. Mirë, Mariana, të qëndrojmë të veprimtaria e fundit, si ishte ahengu Shkodran, ti more pjesë me një këngë popullore. Cila është ajo? O Mashallah më i bukuri. E cila ishte një këngë që ma sugjeroi profesor Bardhyl Hysa. Bardhyl Hysa, e përshëndesin udhëhecin artistik. E falenderoj edhe unë, bashkëpunim me profesor Ilir Zogën. Përshëndetje këtyre mjeshtrave. Edhe ishte një këngë që më shkonte, në fakt këtë rallë e lanin që unë i fije me ndryshu, se gjithmonë me jare Shkodrane, edhe kjo ishte i fije ma allegro edhe për publikun, edhe dola mirë. Megjithatë, kërkon një vokal për ta realizuar. Është një këngë që ka një ritëm... Ndryshoj notat e zaneve, kupton, janë vazhdan poshtë, një të shnalt, ndryshojnë ka shumë kësho vokale që duhet me ndryshu. Ndërkohë që ti mund të na zbukurosh paksa me tingujt e zërit tënd. Po. O Mashallah moj bukuri, gangjet sparit, o as mi fal moj syte zi, syte balit. O Mashallah moj bukuri, gangjet sparit, o as mi fal moj syte zi, syte balit. Sa bukur. Dhe fill e gatshme, Marian, edhe pse është mëngjes ti mund të këndosh. Po. Zërin e ke në top form. Bën ndonjë kujdes për të? Kujdes? Edhe baj edhe s'baj. Po kam i gjatë që une gjdo mëngjes po nuk nova, sidomos edhe në klas ka herë para se me vazhdo mësimi, pa e qitë një vokal nuk rrim, duket sikur nuk me dita marë që son s'do knaj. Sa bukur. Jo, seriozisht për zoten, po knova, a di çdo gjame shumë mirë gjatë ditës. Po sa mirë të kënovë zemra gjithmonë. Janë mësuar të gjithë për rreth teje me këta. Po. Ndërkohë ke marrë pjesë edhe në një kompleks vajzash, sepse keni realizuar disa këngë shumë të bukura dhe kjo është jo thjesht zgjerimi i repertorit, por është edhe një vështrim mbi më i gjerë mbi këngën shkodrane. Po, në fakt ka ke një pjesë e korit me këngë shkodrane, edhe une nuk do isha aty, po gjatë provave të shku, thash pse edhe unë mos të futem, thash, s'ka problem.
Se ta këngëtarët ishin veç që do delqin një nga një veç, po thash, marr pjesë edhe unë thash një aty në kori, sepse kënga shkodrane është shumë e bukur edhe mu m'pëlqen. Edhe thash pse mos marr pjesë edhe unë me ta. Jashtëzakonisht. Ke ishte edhe menimi mësues bardhit. Edhe Shumë bukur. Po mirë, si realizon ti këto këngë, Marian? Sepse të realizosh këngën do të thotë ta njohësh. Si mëson këto që kur të kanë hyrë në qenjen tënde tinguj të tillë të këngës popullore? në fakt duke i një gjuhë shumë. Edhe më kanë pëlqy. Kam thamë se mos kënoj edhe këngë popullore, përderisa jam shkodrane, pse mos t'i futem edhe rrymës popullore. Mirë po, kur vjen puna për mi mësu, normal i mësoj, duke i një gjuhë. Se tash i këngë shkodrane janë edhe të një gjuhme dhe është ma e lehtë për mu me i mësu. Ti mëson duke i dëgju, akoma me partitur jo? Duke i një gjuhë. Me partitur, me lexu thjesht me pa, sepse kënga shkodrane ka shumë e shumë tekste. Një këngë ka shumë tekste, edhe do të me gjithë atë tekstin e vetë që është. Se ka njerëz që edhe ka i modifikuar, din, ka i bë tekste tjera. Pra, më originalin. Po, do të me gjithë më atë originalin. Ndërkohë, kombinimi dhe akordimi me shoqërimin orkestral, për ty nuk ka asnjë problem. Është kënaqësi e madhe. Po. Mirë, Marian, ti nuk e kënduar vetëm këngë popullore. Jo. Kjo është ajo që zgjerimi i diapazonit të vokalit tënd i shkon përshtat edhe shumë realizimeve të tjera. Ne dëgjuam vetëm një këngë, siç ishte Kthjellësi Lumturi, e cila ka kalime në regjistra, nuk është këngë e thjeshtë. Si mund të realizosh të tilla interpretime? Se di, po nga që unë e kam me shumë qef edhe pjesën klasike, edhe e kam shumë atlet me i realizu. Gjithmonë me një gjim. Me një gjim. Po. E kanë të vështirë presorat tuaj deri më tani, sepse për tani e më pas do flasim në vazhdim, sepse ti ke hyrë një rrugë të veçantë. Kur i mësoje tek gjeniu i vogël, kishe shumë vështirësi për të realizu përveç popullores këto gjeni të tjera të këngës? Jo, nuk e kam pas vështirë, si që thash që i kam pas gjithmonë me qef, edhe jam munu me i marrë me pozitivitet. Gjithmonë me i marrë matet mire, me i mësu, me dalë sa ma mirë. Edhe në fakt kanë kënë këngët originale që i kanë kënu, kanë kënë që mi e kënu notën aty në të originalve. Po unë nuk i kam kënu si ata, unë gjithmonë e kam rrit një notë ma natë. Më kujtohet një nga vlerësimet e Piroçakos në Gjeniun e vogël, i cili jo vetëm që të dha një vlerësim maksimal, por dha një vlerësim mbi këngët e kënduara nga Gaço Çako prej teje. Çfarë të kanë gjallë vlerësimet që t'janë bërë? Për mu ishte një kënaqësi shumë e madhe, edhe në fakt nuk e kam prit, din, për i pirros me mallan çmimin. E dëshira jeme që fillim ka kenë me shku deri në finale. Derisa për çmim se kam imagjinua si herë. Edhe u emocionova shumë kur Pirro bani një vlerësim në krahasim me babën e vet, edhe për mu ishte një emocion shumë i madh. Çfarë të ka dhënë fitoria tek Gjeniu i vogël? Çfarë pasaporte, çfarë besimi të ka dhënë? Ka dhënë një besim që me vazhdu edhe ma shumë. Qysh kohën që unë fitova Gjeniun, kam pas disa ftesa mas Gjeniut. Edhe aty jam një edhe ma mirë, më kanë dhënë një support të fije ma të madh. Ma të madh. Qendra kulturore Pjetër Gaci është ndër institucionet që të ka aktivizuar më së tepërmi. Po të tjerë, kush kanë qenë si ftues në koncertet e tyre? Kam pas edhe me profesor Kujtim Alin, që kena kenë me bandën frymore të Shkodrës, kena kenë, dhe me thënë mas Gjeniut flas, që kena kenë në Kosovë, kena kenë në Ferizaj, kam kenë edhe në Tetov, që më kajnë baftis një gru tjetër, Alma Hotin, që se një fmi.
Më ka ftu allaja çdo aktivitet vetën që ka bë. Po skenat e Tiranës, janë interesuar për ty? Jo, në Tiranë nuk kam marrë pjesë. Shpresojmë që të jesh... Po, kam kenë një intervistë të televizionit shqiptar. Jo për evenimente kështu me koncert, Po. por vetëm në intervistë kam kenë. Kjo të jep besim, patjetër që të jep besim, apo jo, Marian? Mirë, ke realizuar shumë këngë të muzikës së lehtë, por edhe këngë të huaja. Çfarë të ka mbetur prej tyre? Ku e ke gjetur atë mundësi për t'i realizuar aq bukur? Cilat prej këngëve të kujtohen që vërtet kanë lënë bresa? Në fakt, i kam kënu tana këngët më të forta, edhe për mu që më rrinë halan me sot, është kënga që ati Andrea Bocelli, Po? Il mare calmo della sera, edhe Adagio të Lara Fabian, që janë këngët që unë ja kam dalë, edhe kënga Gromberishës Ëndër, të cilën sot e kësaj dite preferohet shumë. Edhe siç po dëgjoj tani, këto janë në pozicione të ndryshme vokale. Për shembull, ëndër është si tip si ti jesh pak rockere. Ndërsa këngët e Bocellit apo të Lara Fabian Ka një shtrirje shumë të naltë, ndërsa Adagio të Lara Fabian lozin shumë notat edhe aty, edhe janë 3 këngë më tipike që unë. I ke në repertorin tënd, mund t'i këndosh her pas here edhe nëse të ftojnë diku? Po, i kam. Shumë mirë, po... Marian, gjithmonë ka një fillim, gjithmonë ka një shkëndi, një tritje shile kundezet. Deri para këtij momenti njeriu lëkundet në dëshirat e veta dhe ndoshta nganjëherë nuk kupton tamam cila është ai drejtim që do të udhëheq. Por për ty ka qenë një shkëndi, një duartrokitje e parë, një besim i parë që të është dhënë. Nga kush? Nga publiku. Një duartrokitje që më ka bë me ecë edhe më përpara, edhe ka kenë diçka shumë. Kush të shtyu për të dalë në skenë? Atëherë, me vazhdu me talentin tem. Atëherë, talentin tem e ka zbulu zysh Viola Paqramit, e cilën e falenderoj shumë përshëndesim të mrekullueshme. Sepse është shumë e mirë. E pa lodhur, ajo mësuese, një muzikante e mrekullueshme, por edhe një njeri shumë dashamirës. Po? Ajo më zbuloi talentin, më pat një gjuhë në shkollë, edhe më tha unë ty sa do qojthat e bilbilat e vegjël, sa. Shkova atje, mora pjesë, atë ku ka marrë edhe pjesë me këngën Ëndër, të cilën mora çmimin e parë atje. Aty mos e ka vazhdu eksperienca jeme, pra, në vazhdim. Pas bilbilave, patjetër që more shumë duartrokitje dhe besim. Po, rreth yt për rreth teje, familja, shoqëria. Masa i mos zbulu talentin, një shtys për mu ka kenë mami. Të cilën mami ne kam pas një shtys gjithmonë mas mejet, gjithmonë më ka lanë korajo, gjithmonë edhe për të gjenio. E përshëndesi mamën. Përshëndesi edhe mamin shumë. Edhe gjithmonë kam pas thënë që jo, nuk shkojon të gjenio, jo, s'ka me ja dalën, mami, po më lidhi më i forcat se kemi ja dalë. Gjithmonë ajo ka kenë një shtys, edhe në fakt për të gjenio shtysa për mu ka kenë mami, që më ka qut deri te gjenio i vogël. Natyrisht të dalësh në skenë është emocion. Ti çfarë ndjeje përballë asaj skene të madhe, ku të prisnin emra të njohur të artit, dhe ti delje Mariana e vogël që pushtoje me zërin tënd gjithë atë skenë. Në fakt ka kenë një emocion shumë, edhe kam pas shumë emocione, po prap kam thënë du m'ja dalë. Kështu si natyrë dukesh e qetë. Është vërtet kështu Mariana apo zien për brenda? Jo, kështu jam unë gjithmonë. I merr gjërat me qetësi. Me qetësi. Me qetësi. Mirë,
Gjeniu natyrisht ishte një mrekulli, një shkollë e vërtet, sepse të vuri përpara shumë këngë, interpretime të ndryshme nga popullorja. I fje ma shumë. Edhe, do më thënë, të dha dhe një repertor shumë të madh. Pas gjeniut, natyrisht, një talent i tillë e ndjen nevojë në një përpunimi akoma më të madh, në një shkollimi, dhe ti është e vërtet kjo, sepse je tashmë nxënëse në shkollën Prengjakova. Shkollë. Vendimi për të hyrë tek shkolla Prengjakova erdhi si një kërkesë e jotja e brendshme, apo edhe të tjerët ta sugjeruan? Në fakt ka kanë edhe menimi im, edhe të tjerë që ma kanë sugjeru. Më kanë thënë që është një shkollë për ty, sepse aty hyn te pjesa e kantos, mund të mësosh një vegël muzikore, të cilë aty ku jam unë në artin tim, aty mund të vazhdoja. Si po të duken këto ditë? Natyrisht ende është fillimi, natyrisht e bukur, por edhe e vështirë? Tash e bukur edhe e vështirë. Të dyja. Keni filluar patjetër që tashmë Mariana të mos i mësoj këngët vetëm duke i dëgjuar, por edhe duke i zbërthyer vetë me nota. Kjo është të mësosh solfezhin, Solfezhin. Po me solfezhin po merrem. Edhe të cilën po se tash që futem shkollë muzikës, normal që do ta vazhdoj për kanto. Edhe bëj edhe solfezh edhe kanto, të dyjat. Tash se di. Keni filluar mësimet e kantos patjetër? Po. Me cilin mësuesi je? Me Zysh Dianën, cilën e falenderoj sepse bën një punë palome me ne, është shumë e mirë. E përshëndesim Diana Bilalin, edhe ajo është këngëtare, por besoj me pedagogjinë e saj vokale ka për të ndikuar shumë tek ty. Je në regjistrin e sopranos. Patjetër që ti e di që përveç këngëve do këndosh dhe arje, pjesë të operave, muzikë klasike. I ke filluar të njihesh pak nga pak? Po, si fillim kam vazhdu me këto notat, e din që mu hap si za, po jena tu menu edhe për arje, sepse do vinë këto pjesë të sagjos, do të mu paraqit para shkollës, po herë për herë kam kohë, thjesht po, aktivizohemi herë me zanin, me pa që deri ku do eci. Mirë, ushtrimet vokale, natyrisht, si që the edhe në fillim të bisedës son, janë ai ushtrim i hapjes së zërit, dhe ti patjetër që po nuk nxorre tinguj muzikor, nuk të ecën dita, që më mëngjes. Janë mësuar për rrethe të dëgjojnë të tilla ushtrime? Janë mësu. Një gjojnë, për shembull, para se me vazhdu mësimin për pjesën e kantos, me gjanë Zysh ato kënu. Edhe vetë më ka thamë, vazhdo këna, thot, pasqyrën para ke këna, thot. Atëherë, thot, masaj ka nollë edhe që më ka gjetë të kënu. Thot, e shë sa mire ke mësu, thot. Se unë gjithmonë jam një tipi ndrojton edhe gjithmonë mënojmë i maj gjanat vetë, kështu më rejnë. Po skena pa tjetër ta ka hequr pak perdën e ndrojtjes. Pak, po. Akoma më shumë aktivizimi, do të bëj punën e vetë. Dhe afirmimi edhe në gjini të tjera vokale, si që janë romanca, arja, pjesë të tjera, do të shtri tek ty një repertor më të gjerë. Mendon se nga zëri natyral tek zëri i impostuar, ka vështirësi në kalim, apo ti do vazhdosh në të dy pistat? Menimi jem është me e vazhdu të dyja. Sepse për derisa ja kam dal me këngë klasike, ja kam dal edhe me këngë popullore, pse mos t'ja dal edhe për këngë soprano. Sepse është diçka që unë e baj. Shumë bukur. Me që jemi këtu tek muzika e ngritur, përmende Andrea Bocelli, Lara Fabian, emra që ti më parë nuk i njihje, por i mësove tek gjeniu i vogël. Të vë pak në pozit, të këndosh diçka, çfarë të duash? Një fragment, një bulës muzikore.
Dhe me thanë, o të Andreas, apo Të të... cilës duash. Se folme dhe për Agromerishin. Po nga cili të duash këngëtar? Po mirë. Të thëja ndër. Ëndër. Ëndër, o ëndër, dëshirën ti qoja saj dhe thuaj ma të dashurës se unë një ditë do të kthehem në atë. Tek të dëgjoj, pas zërit tënd të ndjej një ngrohtësi, një melodi, një rezonim të tingullit që vjen dhe vibron për të dhënë këtë paraqitje shumë të ngrohtë dhe të bukur. Marian, ditë pas dite, një këngëtar dëshiron të aktivizohet. E ndjen si nevojë të brendshme që her pas here të dalësh në skenë? Po, e ndjej gjithmonë. Kur nuk ka mundësia me dalë në skenë që nuk kam ndonjë aktivitet ndonjë gjë, mbyll derën në shtëpi vazhdoj e kënajon aty. Gjithmonë munoj me hap zanin. Që me kene gatshme edhe për ftesat që do më vinë, për shembull, me kene gatshme me zanin. Mendon se pas këngës popullore, ke ndonjë ftesë tjetër të ardhshme, ndonjë aktivitet që të pret, që mendon se duhet të paraqitesh? Jo, i hirë, nuk është që më kanë thënë gjë, por shpresojmë edhe tash për festat e vitit të ri. Edhe festat kombëtare mbase. Mariana është gati për të kënduar në çfarë do lloj zhanri të këngës. Ndërsa për vokalin e ngritur dhe të impostuar do presim pak më gjatë. Apo do presim se jena të punu i herë. Unë, Marian, të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të ngrohtë dhe të sinqertë që bën një vajzë siç je ti, që e ka rrëmbyer shumë bukur atë trofeun, ka mbetur në mendjen e spektatorit, e të gjithë atyre që kanë qenë në sallë, por jo vetëm, të gjithë ato që të kanë ndjekur nëpërmjet televizorit. Dhe të uroj që këtë cilësi, këtë bukuri të zërit tënd, këtë aktivitet ta vazhdosh plot sukses me dëshirën e zemrës tënde dhe të zërit tënd shumë të bukur. Faleminderit, falenderoj shumë. Sot është një ditë shkolla për ty, ti do vraposh me njëherë në shkollë, kemi marrë leje për të ardhur këtu dhe patjetër që dita do vazhdoj me mësime, me ushtrimin e vokalit dhe ashtu siç the në fillim, po nuk këndova, dita nuk më shkon bra. Tani që ke kënduar, mbarsi. Edhe një herë të falenderoj dhe shumë duar trokitje për ty, Marian. Suksese shumë. Suksese.